Tani, atje tham koka e Skënderbeut është si koka e Tiranës, nuk është koka e Skënderbeut. Po ky me kulla, koka kujt është? Kuba. Çfarë bën këto e shkatron Tiranën, unë jam lider në Tiranë. E Tirana nuk ishte nevojë të shkatrojnë gjonat e vjetra. Kanë bë ngrit këto, kanë sahatin edhe xhamia. Qëndron të xhamia si kulturë që kemë pas ne në Shqipëri, edhe sa si çka bo, pallate, e ka mulu, sikur ta prisje të këtej dite. Edhe sa hatin ka për ta prishë ditën. Jam duke kërkuar një foto, ishte një projekt që kishte se këto janë piçgavis to. Thonë u rrëzu thonë po. Ishte një foto që ka akoma kulla të tjera që do ndërtohen nëpër Tiranë, pra këto janë shumë pak. Por gjitha ato do ndërtojnë do ta bëjnë këtu çfarë do ta bëjnë. Çfarë do bëjnë këto? Këto i kanë hyrë me themel shqiptarisë, me gjuhën shqipe, po i ka as sharangosht. Këtyre sepse nuk po heqin dot gjuhën shqipe, se gjuha shqipe është gjuhë hynore. Nuk zhduket kollaj gjuha shqipe. Ju si qytetar mendoni që këta po mundohen që si me këto ngritjen e... Edhe gjuhën me ne, shiko tabelat si janë. Vetëm në gjuhë ujë, gjithë tabelat, si tabelat. Ajo ndoshta është sepse është rritur turizmi dhe duan të orientohen turistë. E bën edhe zogut këtë punë, edhe i tha zogut, po, shumë mirë. Kush do ta shkruajë gjuhë ujë, taks 2 fish. Edhe hoqën i kthyn gjithë shqip, këtë zogut. Zogu i ka bo, ja unë nërun 50 vjet ton. Ju po thoni që po shkatrohet tradita, kultura. Po, këto vazhdojnë, po vetëm një ka as sharangosht anglo-amerikanët. Ato na i sollën, pse Amerika çka kujtoti. Anglo-amerikanët sollën fatkeqësinë më të madhe në Shqipëri. Varrin pse ja hoqën Veroxha atij fishtës. Omeri shqiptar ka qenë fishta. Ja hoqi varrin, ja udhë Enver Veroxha në lum. Sepse nga që i theshte për Europën që na shkatruan neve në 5 shtete, na kanë bë, s'ka si vend në botës që rrethohet nga vetja vet. Vetëm ne jemi. Ne rrethohemi nga vetja jon. Malizi s'ka qenë me Serbia. Serbia ka ardhur vonë me Greqi s'ka ekzistu, është rrenë Greqia, është gjithë shqiptari. Edhe sot e kësaj dite, deri Siri flasin shqip, edhe në Moskë, edhe në Bashkimin Sovjetik flasin shqip, ke fshatra sa të dush. Në val, që flasin shqip, edhe në Bashkimin Sovjetik. Do ja arrin do ta shkatrojnë edhe këtë gjën e fundit që ka ngelur. Pa Europa, se flas kështu, një çik lapa saj. Ta elishoj. Shjeto jemi edhe ne. Jo, ja ka thonë ai. O Europë, kur që monti fishta. O Europë, kur që monti. Një fjalë. Që monti, fishta. E pranaj ja hoqi varrin e ja hodhi në Veroxha. Pas ka dëgjuar dhe Trumpi këtë gjën. Patjetër, Trumpi. Për mu, ku Amerika, nuk kam pas konsiderat deri diku, po më tepër shkatron. Amerika? Pa, cilë deri me i farveni, po s'pati përfitimet ato. Aty, lem barë dhe ikën, tu dhe plena. Qa mendon për këtë Trumpin tash që i ka hyrë me spat të madhe gjithë tyre lidrave, një për jashton, një për zë, një për... E du mineralit, i du për popullin tim, ashtu jo, ashtu, e qaj një moja hy, vetëm për vjetë mineralit, se ka pasuria atje, pra ne, vetëm për këtë punë. Se, qa? Po për qa e punë? E bo për, se i dhim se s'populli atyre, qa të thumë djarë. Unë kam bët kuptimin tim. Njerëzit ka nevojë tani. Bët kuptimin e vet, unë nuk e ndryshoj mendjen e njerëzve. Asne nuk e ndryshoj. Por është mirë kur del një gjë ashtu siç ti e mendon. Pra, ç'a mendimi ka populli? Dhe shumë nga këta politikanët sot ose këta që drejtues televizionit, ja plotçoi atë numrin duket. Edhe do ashtu që do garoj. O, ajo do fitojë ose s'ka, mirë. Po, sa do fitoj nuk e di, po është në fillimet. Është në fillimet, nuk është se ashtu. Po i gjiron. Po vetëm këtë Telenit në gjiro. Këtë më jep, Teleni Kocaqit. Atë ma jep, tjerët më hiq. Pas ka marrë për fushat në duket. Jo, kam shku vetë nga mrapa, unë i kam marrë 5 libra kam lexuar të asaj. Është me shkolla, jo, me gjuhë uja, me shkollë, ka arshiva, ti lexosh librat e asaj. Po edhe Ben Blushi ka për gjithë ato libra, bën Po varë çka ka shkruajtur, se flasim për ato. Ajo librin e parë që kam lexuar si e krijoi Austro-Hungaria Shqipërinë. Austro-Hungaria na boni ne. Amerika e prishi Austro-Hungarinë, e ndau dysh. Kush e boni Amerika? Austro-Hungarinë. Ato na krijuan ne. Bertoldi, ministri i jashtëm, i Austro-Hungaria erdhi këtu. Që venosi dhe me ashtu për Shqipërinë. Noshta për interesat veta, po ne të pakën mbijetuam deri sot.
kalofshi mirë çuna edhe se më vjen keq se unë kështu po dush maj sa dush me llave, por nuk du të japësh gjitha gjona, inshallah. Ulemi ditët bëjmë intervistë shtruar, ulemi kafe në një ambienta, në studio. Se nuk jam unë për kështu. Pse? Për bërë intervista nuk jam. Se më tha dhe ajo, Eleni, mor aty, për ashtu i thash unë në përmbledhje nuk jam që i herë me fol. Unë ka morë pjesë në elektrifikim. Ka morë pjesë, më rapa dajtit, ka me elektriku fshatra. Se ka elektricist kam qenë. Në industri, ka majtë industrinë. Kam punu në industri, elektricist, specialist. Ose fik, do të pyes edhe një gjë me që më thej që kam punuar në elektrik, në elektrifikim etj etj. Këta po thon tani që Shqipëria nuk e ka kapacitetet e duhura për të përballuar gjithë territorin e vet me energji elektrike dhe kanë futur këto panelet e reja diellore, të shkojnë blejnë jashtë, bëjnë marrëveshje, po tentojnë që të rrisin çmimin. Tani duke qenë se është fushat, po mundohen që ta ulin, mbande ulën 1 lek, 2 lek çmimin e energjisë, po tendenca është që të rritet çmimi i energjisë. Ti si shikon këtë gjë duke qenë se ke qenë pjesë? Zoti, ne jemi beku nga Zoti kur thonë, se unë nuk jam shumë fetar. Ashtu, ka diçka të minatyrshme, por nuk e dim, as e kena ba. Por zona jonë që jemi ne është e bekuar. Ka mbi 300 sa ditë në vit që janë me diell. Kështu që ato panelet diellore janë të nevojshme dhe shumë mirë që bëhen. Ato janë të mira, sepse tash shiu bje, ke diellin edhe me energji elektrike. Veri ai panel diellor, me bateri kjo ndriçon vetë natën. Ka nevojë ta harxhosh energji elektrike. Problemi është se këta në energjinë elektrike po tentojnë që ta rrisin. Sepse thonë që nuk kemi kapacitetet e duhura për të përballuar gjithë territorin. Hidrocentralet i boni populli shqiptar, i boni me djersë e popullit, shkojnë ja dhanë me konceksion turkut. Hidrocentralet, ja ka thonë turkut, merë me menë se që bojnë sale me gjithë to. Turku na pështoj, turku po na ban me energji. Turku na mori 5 vjet, turku akoma me Turqin. Turku na prodhon hekurin, turku na prodhon. E kanë bë ato Osmanin sikur me qenë Skënderbeu. Ai prit Bizantin, shkatrun Bizantin, ka qenë shqiptar Bizanti. Bizanti. Edhe shqiptar. Bizanti, shqiptar ka qenë, Turqia që ka qenë. Edhe Turqia. Po flas. Pallazgët e historia jonë e mohuar. Aleko, jo Aleko. Dimitër Pilika, merë lexoje Dimitër Pilika. Është kaq libri. Pallazgët dhe historia jonë e mohuar. E Dimitër Pilikës. E një gjojë se që thot ajo atje. Ka qenë pedagog me tituj në Prag, erdi këtu, ja dojë librat e në Verogje, me ti mësus në përfshatra gjithë jetën. Qofsh mirë, falenderit. Se kështu të bajsa dush me lape, për të folë nuk jam për kështu. Profsh, ti fletë shumë mirë, po fletë shumë mirë. Nga varet nga montazhiri dhe kameramani, kjo e ka ndorë.